Mbani arra në shtëpi dhe konsumoni 3 kokra çdo ditë. Nuk do vuani kurrë nga këto 5 probleme. Sipas një studimi, nëse konsumoni 3 deri në 4 kokra arra çdo ditë, mund të ulni nivelin e kolesterolit tuaj me 8.5%, si dhe rrezikun për të prekur nga sëmundjet e zemrës. Nivelet e larta të LDL-s, nga ndonjëherë i quajtur kolesteroli i keq, lidhet me një rrezik në rritje të sëmundjeve në zemër, gjithashtu edhe goditjeve në tru. Sipas Shoqatës Amerikane të Zemrës, arrat janë të pasura me acide yndyrore omega-3 të shëndetshme për zemrën. Një nga arsyet është se ato ulin nivelin e kolesterolit LDL, edhe tani ne kemi një arsye tjetër. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Ato përmirësojnë gjithashtu edhe cilësinë e grimcave të LDL-s. Grimcat LDL vijnë në madhësi të ndryshme. Ullontimet kanë treguar se grimcat e vogla dhe të dëndura të LDL-s lidhen më shpesh me arteriosklerozën, pllakat ose depozitat yndyrore që grumbullohen në arterje. Në studimet e tyre, Dr. Ross dhe kolegët analizuan të dhënat e 628 personave të shëndetshëm, secili në moshën nga 63 deri në 79 vjeçare, të cilët banonin në Barcelonë, Spanjë ose Loma Linda, Kaliforni. Pjesëmarrësit u ndanën në 2 grupe, ku i pari shtoi 3 deri në 4 kokra arra në ditë dhe grupi tjetër abstenoi ngrënien e arrave. Pas 2 vitesh, ekipi testoi nivelet e kolesterolit të pjesëmarrësit së bashku me analizat e përqendrimeve dhe marrëdhësinë e lipoproteinave të tyre. Gjithashtu, ata panë edhe elementët e tipareve që shoqëroheshin me një rrezik në rritje të sëmundjeve kardiovaskulare. Studiuesit zbuluan se pjesëmarrësit e grupit, të cilët konsumonin 3 deri në 4 kokra arra, patën gjithashtu nivele më të ulta të LDL-s kolesterol në fund të periudhës së studimit me një mesatare 4.3 për decilitër. Në të njëjtën kohë, kolesteroli i tyre total ul mesatarisht 8.5 mg për decilitër. Konsumi i zakonshëm i arrave gjithashtu u zbulua se ishte i lidhur me një reduktim të ndjeshëm 4.3% të numrit të përgjithshëm të grimcave LDL dhe grimcave të vogla LDL me 6.1%. Të dyja ndryshimet që dihen se lidhen me një rrezik më të ulët të sëmundjeve kardiovaskulare. Për më tepër, ekipi zbuloi se lipoproteinat e dëndësive të ndërmjetme ose kolesteroli, i cili është një pararendës i LDL-s, gjithashtu ul edhe në grupin që konsumonte arra në mënyrë të rregullt. Studiuesit vunë re se për arsye se nuk janë ende të qarta, ndryshimi i kolesterolit LDL në grupin që konsumonte arra ndryshonte kryesisht sipas gjinisë. Tek meshkujt, reduktimi mesatar ishte 7.9%, ndërsa te femrat ishte 2.6%. Sidoqoftë, siç pritej në një popullsi të moshuar, afro 50% e pjesëmarrësve që po trajtoheshin si për presion të lartë të gjakut, ashtu edhe për hiperkolesterolomi. Për individët me nivele të larta të kolesterolit në gjak, ulja e kolesterolit LDL pas një diete të pasur me arra mund të jetë shumë më e madhe. Studiuesit paralajmëruan se duhet të konsumoni gjithashtu ushqimet e duhura për të balancuar çështjen tuaj shëndetësore dhe për të evituar kështu edhe komplikacionet në shëndetin tuaj të përgjithshëm. Konsumi i vetëm një gjysmë filxhani me arra në ditë mund të ulë nivelin e kolesterolit të keq dhe të sjellë shumë përfitime të mira për shëndetin dhe për organizmin tuaj, citojnë ekspertët. Arrat janë të mbushura me vitamina dhe lëndë ushqyese thelbësore, të cilat i japin një shkëlqim rinor lëkurës suaj. Sipas Health.com, në këtë video do të rendisim përfitimet kryesore që do të marrë shëndeti juaj nga konsumi i arrave çdo ditë. Mund të parandalojnë plagjen e parakohshme. Arrat janë të pasura me antioksidantë që mbrojnë lëkurën nga dëmtimi, siç është ekspozimi në diell. Konsumi disa kokra arra në ditë mund të shmangë rrullat në fytyrë dhe ta bëjë lëkurën të duket më e freskët dhe më të shëndritshme, citon Health.com. Arrat janë gjithashtu të pasura me vitamina B, të cilat mund të zvogëlojnë pigmentet e lëkurës dhe të ndihmojnë trupin të prodhojë qelizat e reja të lëkurës që janë të shëndetshme.
Arrat e mbajnë lëkurën më të hidratuar. Arrat ofrojnë yndyrna të shëndetshme omega-3 që ndihmojnë në balancimin e prodhimit të vajit, largimin e toksinave dhe bllokimin e lagështisë që duhet lëkurës tuaj për të qëndruar e lëmuar dhe pa rrudha. Arrat mund të zvogëlojnë rrafët e errët poshtë syve. Kur zgjoheni me rrafët të zinj poshtë syve, zakonisht merrni disa kupa akulli për të shpëtuar prej tyre. Arrat kanë vitaminën E, e cila zvogëlon edhe rrafët e zinj poshtë syve. Arrat ju bëjnë mirë edhe për skalpin e kokës. Antioksidantët dhe acidet yndyrore të shëndetshme që gjenden te arrat mund të ndihmojnë në stimulimin e flokut të ri, duke bërë ato plot me shkëlqim dhe me volum. Ngrënia e arrave gjithashtu mund ta bëjë lëkurën e kokës tuaj më të shëndetshme dhe të parandalojë edhe komplikacionet e tyre. Ndaj, nëse doni të merrni më shumë përfitime, shtojeni ato në dietën tuaj. Arrat janë të mira për shëndetin e zemrës. Acidet yndyrore të pangopura që gjenden te arrat kanë treguar se ulin nivelin e kolesterolit dhe trigliceridet. Kjo nga ana tjetër zvogëlon shanset për sëmundje kardiovaskulare, goditje në tru dhe sulm në zemër. Më konkretisht, një studim i botuar në British Journal of Nutrition tregoi se personat që konsumonin arra më shumë se 4 herë në javë kishin 37% më pak rrezik për sëmundje koronare të zemrës, krahasuar me ato që nuk i konsumonin fare arrat ose i konsumonin shumë rrallë. Arrat janë të mira për të rregulluar peshën trupore. Një studim i publikuar në American Journal of Clinical Nutrition zbuloi se gratë që hanin rregullisht arra kishin më shumë gjasa të shtonin peshë gjatë një periudhe 8 vjeçare krahasuar me ato që nuk konsumonin ato në mënyrë të rregullt. Kjo peshë do të rregullonte gjithashtu balancin e trupit tuaj ndërmjet dhiambit dhe yndyrnave. Do të keni kocka më të forta. Arrat janë të larta në mikroelement bakër, thelbësor për të mirëmbajtur kolagjenin dhe elastinën, përbërësit kryesor të qelizave të trupit dhe rinovimin e indeve. Mungesa e bakrit është shoqëruar me densitet më të ulët të kockave dhe një shans më të madh për zhvillimin e osteoporozës. Pa bakrin e nevojshëm, trupi ynë nuk mund të plotësojë edhe bllokët ndërtuese të kolagjenit, duke rezultuar kështu në mos funksion të duhur të kyçeve. Arrat janë një zgjedhje perfekte për një snak të lehtë që mund t'i kushtoni edhe më shumë vëmendje dietës suaj. Të pasura me yndyrna të shëndetshme, ato janë ndër ushqimet më të dobishme dhe ushqyese që mund të konsumoni. Midis tyre, arrat bien në sy pasi janë të pasur me antioksidant, vitamina dhe minerale. Konsumi i arrave në mëngjes me stomakun bosh mund të përmirësojë ndjeshëm, funksionet e trurit dhe shëndetin e lëkurës. Arrat janë të pasur me acid alfa-lineolik, një acid yndyror omega-3 me bazë bimore i cili mbështet funksionet e trurit, përmirëson kujtesën dhe zvogëlon inflamacionin. Ulëntimet kanë treguar se konsumi i shpeshtë i arrave mund të ndihmojë në ngadalësimin e rënies normale të aftësive njohëse që ndodhen me moshën, siç janë kujtesa ose përqendrimi. Arrat gjithashtu zvogëlojnë inflamacionin dhe stresin oksidativ, dy faktorë të lidhur me sëmundjet kardiovaskulare dhe neurodegenerative. Prandaj, konsumi i tyre mund të ofrojë mbrojtje për shëndetin e trurit, duke zvogëluar rrezikun e çrregullimeve të tilla si sëmundjet e Alzheimerit. Përmbajtja e tyre e lartë e antioksidantëve si polifenole dhe vitamina E ndihmon në luftën e stresit oksidativ, duke nxitur një lëkurë të pastër dhe rinore, duke zvogëluar inflamacionin dhe duke mbështetur prodhimin e kolagjenit. Përmbajtja e tyre e vitaminës E luaj një rol të mëtejshëm në ruajtjen e shëndetit të lëkurës. Përafërsisht edhe në energjinë që na japin, arrat kontribojnë në menaxhimin e peshës, përmirësojnë kombinimin e proteinave, fibrave dhe yndyrnave të shëndetshme, duke nxitur një ndjenjë ngopje potencialisht duke zvogëluar marrjen e përgjithshme të kalorive. Acidet yndyrore omega-3, që gjenden me shumicë te arrat, zhvillojnë trurin, përmirësojnë kujtesën, gjithashtu edhe procese të tjera. Arrat janë një zgjidhje shumë e mirë kundër problemeve të depresionit. Arrat përmbajnë proteina, vitamina, acide yndyrore omega-3, lektin dhe yndyra të shëndetshme, kombinimi të cilave do të sjellë mbrojtje mjaft të mirë shëndetësore për trupin tuaj, citojnë ekspertët. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
Të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.